Hej, përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme dua të ndaj me ju historinë e një zonje, e një nëne, e cila quhet Vojsava Lamo dhe është 43 vjeç nga Mokra e Pogradecit. Prej vitesh, 43 vjeçaria jeton me familjen e saj në Greqi dhe pas 23 viteve martesë kanë nisur konfliktet me bashkëshortin. Ajo pretendon se bashkëshorti i saj Ilmi, që është 47 vjeç, e ka tradhuar disa herë dhe jo vetëm me një grua, por me shumë gra. Ajo ka vendosur të japi fund kësaj martese dhe kërkon divorcin, por ky fundit e kërcënon. Do e ftoj 43 vjeçare në këtë live për të dëgjuar historinë e saj. Jam martuar, kam 23 vjet. Jam martuar nga fshatrat e Mokrës. Kur e kam marrë atë burr, kam ardhur në Greqi, kam bërë 2 fëmijë. Ka filluar shumë vite përpara, më ofendonte, më bënte. Këto kohët e fundit kam ja 5 vjet, merr gra, ler gra, pa marrë ndarjen nga unë. I ka kërkuar ndarjen nuk ma jep. Vojsava, që ta kuptoj qartë, si tani, ju sa vite keni bashkë? 23 vite? Po. Po më trego pak për jetën tënde, si quhet babai i fëmijëve të tu? Babai i fëmijëve të mi quhet Lirim Lamo. Është 47. Mos bëj gaboj, 76-s. Ju sa vite keni bashk? Bashk kemi 23 vjet. Si e njohur ti me atë? Me mbesëri, jam njohur me mbesëri, jam martuar me dasmë me gjitha në rregull. Kam ardhur në Greqi, kohët e fillimit ka qenë shumë mirë me mua, pastaj fillovi shumë gjëra, ofendime ndaj familjes, në çdo vend që shkoni më ofendonte, më bënte. U thosha prindërve, më acaron, më thoshte që ti po qef se u the prindërve, unë do t'i dha me gjithë fëmijët dhe s'ka dyshim, dhe psikologjiko në mendje. Nuk mbetja dot asnjë lloj lëvizje ndaj tij. Vitet e para të martesës kanë qenë të mira? Kanë qenë të mira nuk kanë qenë, po thom hajt se kanë qenë të mira. Po këto vitet e fundit, 5 vitet e fundit, kam marrë më shumë se 6-7 gra. Po çfarë, ai u largua nga ty, u ndat bashk? Arsye e tij që është larguar nga unë, ka qenë sherrri më shtëpi, me tullafe të tjera të thana këtej, bënte sherrë më shtëpi, blonte me rolojra, nuk punonte, nuk bënte. Kur vija punonja unë i thashë shko punoti, vija punonja, më merrte telefon, thoshte ti vetëm këtë burrë, vetëm një burrë, ofendime shumë. Erdhi momenti që nuk po e droja dot më. Iku në Shqipëri, sa jetoj në Greqi, iku në Shqipëri, mori grua tjetër, e la atë, mori tjetër, vinte te unë, ikte, me dha nuk më jep ndarje. Edhe partia e mbrapa, të thonë, më të saktën edhe më të ashtu, pa ma ndarjen, ka marrë tjetër dhe ma ka sjell në një restorant këtu afër, që unë në moment qëllova që isha gjë në rregull dhe nuk pata gjë. Që të shoj një grua burrin përpara syve me tjetrën dhe kjo nuk është e mirë. Psikologjiko për vetën time, për mua. Edhe i thash dua ndarjen, edhe më thot nuk ta jam ndarjen. Në kokën të pres ndarjen nuk ta jap. Po fëmija sa vjeç i keni? Fëmija është 23 vjeç dhe ka fëmijë vet. Është e martuar. Çunin e kam 22 vjeç, nuk ka çaj bën çunin më. I kemi thënë një herë, i kemi thënë 2 herë, i kemi thënë 3 herë, shumë herë, nuk merr vesh. Nuk merr vesh, është tipi i veçantë, me lavë shumë tipi i veçantë, nuk ban vesh njëri. Edhe me që dëgjova këtë ligj, kështusoj, mbase bëhet diçka. Të di deri diku çfarë drejtohem, ku të shkoj, çfarë të bëj. Pa kur dikin nga unë. Tani më dëgjoj Odetën, Vojsava, nuk është ligj në radh parë, është projekt ligj. Që do të thotë, është bërë një grup i cili do të çojë në parlament këtë projekt ligji dhe të bëhet ligj që të ketë dënim për tradhtim bashkëshortore. Por deri në momentin që flasim, ai thjesht ka ngelur projekt ligj dhe nuk është ligj. Tani, unë dua të ndihmoj dhe të shpjegoj që nëse ti kërkon ndarjen prej tij dhe ai nuk ta jep, ty ta jep gjykata ndarjen.
Ti drejtori i gjykatës bën një kërkesë për divorc, ai edhe nëse do nuk paraqitet, nuk bëhet, ka një afat të caktuar dhe gjykata ta jep ty direkt divorcin. Pra ky nuk është problem. Por meqenëse ti po më tregon që ke pasur një jetë në një farë mënyrë kaq të çrregullt nga partneri, se është e rëndë që babai i 2 fëmijëve pas ka marrë kaq shumë gra, i ka lënë, ti ka sjell ty gratë. Më shokove me këtë që po më tregon. Sot në këtë moment që po flasim, është me tjetër. Nuk ka gara ajo. E bëri në atë mënyrë që ma solli mua përpara syve të mi dhe përpara çunit. E mbajta çunin se në atë moment edhe mund ta godiste djati. E mbajta çunin tash ikti s'lafosun. Lafosun me toj tash. Edhe ka për shumë gjëra dhe nga ajo moment që më ka për këto gjëra. Ti e pe me një grua tjetër, çfarë i the? Grua tjetër i thash të vërtetën që ky është tash tipik tillë, harpo me gratë të tjera, ja thash fiks drejt të vërtetë, nuk i thash asnjë lloj gënjeshtre, harpo me gratë të tjera, thash ti të faleminderit shumë, thash mbare ta gëzosh. Kaq, nuk kishte çfarë thoshte tjetër, as e godita, asnjë gjë. Jo, ke bërë shumë mirë që s'ke bërë veprime të tilla, por ai si reagoi? Si reagoi? Ai nuk tha asnjë gjë. Ai nuk tha asnjë gjë, mbeti në dera kështu dhe nuk tha asnjë gjë. Por ajo shqiptare ishte apo greke? Ajo shqiptare dhe është nga rreth i Gramshit. I di me emër asaj me mbiemër. Por ai nuk e dinte që ky ishte i martuar dhe ende s'është divorcuar me ty? Mbas ajo ka gënjyer që unë jam ndarë pesaja, po Leta nuk e di ai tregoi as i tregoi. Ta ajo kështu thotë tëra, jam ndarë me gruan dhe unë marr tjetër. Po ajo që e merr, duhet ta kuptoj që unë dua letër nga kjo, që e ndarë dhe unë nuk kam problem. Dua letrën edhe merre. Unë për shembull si person, unë si vjosa, unë po s'u ndava me letra, me burrin, nuk fut dot tjetër person në shtëpi, ndaj fëmijëve. Ty nuk ti intereson që ai të kthehet në familje, ti kërkon të ndahesh. Nuk kërkoj fare të kthehej në familje, unë kërkoj mos më ofendoj, ashtu siç më ka ofenduar me gratë tjera, e di që shkojë në tjetër të marrin ndajën ashtu siç duhet. Kaq më intereson mua. Vojsava, do më lejosh të të bëj disa pyetje për të kuptuar qartë historinë tuaj? Po. Kur ka ndodhur për herë të parë që ai të ka tradhtuar, para sa vitesh që ti e kuptove? Ka shumë vite, kam qenë në qytet Selanikut, do të them një llaf që është që ta dëgjosh. Punonja bashkë me burrin. Me install lopës, se po flas hapur, e? Po, e kuptoj. I kam patur fëmijët atëre shumë të vegjël. I kam patur çupën e Kshërkopës edhe çunin Kopës. Po. Punonja me burrin. Në atë periudhë erdhi një rumane me fshat aty dhe bënte kafe. Edhe ky vajti në kafe të saja, i bëri kafe në ajo dhe ky ngrihet nga kafe dhe i vete kësaj tjetër në shtëpi. E kishte shumë afër. Edhe i thot, "T'jap 100 euro, thot, vetëm të vi me ty." Ka pothuajse në 2017 që ka qenë kështu direkt. Le të tjerë fshehura, atë nuk më intereson i dhaj. Por ai ta tha vet këtë episod që kishte bër? Apo e zbulove ti? E zbulova vet dhe arsyen më zbulovi dhe ajo vet. Ajo vajza më zbulovi vet, më sa mua zonjë tha, "Këtë burr ti e ke po thash." E po mbajtha se më ka ardhur në shtëpi dhe më ka thënë kështu. U zum u bëm atrave, kam dashur t'i në Shqipëri, kam hyrë për makinë që t'i në Shqipëri. Më ka thënë që unë të vras rrugës, unë të pres rrugës, unë dhe pundava me ty, unë fëmijët nuk të jap, ti nuk je zonja të punosh, nuk je zonja të shesh fëmijët. Me bënte shumë gjëra psikologjike që nuk bënje të asnjë gjë. Por ti e fale? Ti e fale? E fale arsye sepse nuk ishte gati mbajtje. Prindet e mi ishin me një gjendje që nuk mundën mban dot me fëmijë, me 2 fëmijë. E kuptoj. E pa ta kthyer, e pa të falë shumë herë, falë shumë herë. Po ndoshta ky është gabimi, sepse ai të tradhtoi një herë, vazhdoi të tradhtonte edhe herë të tjera? Po, dhe herë të tjera merrte gratë të tjera, çfarë të dëgjuar. Ishim në një qytet Lamie. Në Lamie atje ndishte një grua tjetër mbrapa, shumë historia. Po kjo që më bëri padi mbrapa, kjo nuk më del. Të thënë të vërtetën, nuk më del. Plus i kam gjuar dhe live për flet, atë para nëse e ndjek, bën live, Lirin Lamo bën live, çfarë flet, çfarë thot, çfarë bën me të gjitha. Edhe unë ndjek në
live çfarë thot, edhe sot shumë gjëra. Partia mbrapa, mbi partia mbrapa, kur ka ikur ka marrë tjetër, kam dëgjuar live ka thënë, pse jo merr ndarjen dhe ik. Sa mua ti ke futur për ndarjen, sa mua dhe ik në live, në telefon jo live. Çfarë të tha? Por ata ti live i dëgjuan. Çfarë të tha në live? Ik. Uaj, të mërshme. Po. Po mirë. Tani 23 vite martesë, ta keni çuar marrëdhënien tuaj në këtë pikë që bashkëshorti të hyj live, të flasi me femra, ti hyn dhe e shikon dhe i thoj ktheu në shtëpi dhe ai të ofendon. Kjo është skandaloze, por pse keni përfunduar kështu? Ç'është kjo gjuhë që përdorni me njëri tjetrin? Sepse ashtu është i lindur, ashtu është karakteri i tij, si ta them unë, ashtu është lindur, nuk do të ndryshova dot, kaq vite nuk do të ndryshova dot. Por ti të paktën të merr nuk dua të gjykoj, Vojsava, nuk dua të gjykoj, por të ka tradhuar përpara shumë vitesh. Për herë të parë që ti e zbulove, e fale një herë, e fale 2 herë, e fale 3 herë, ndoshta ke gabuar dhe ti, që e ke falur. Po, e kam thënë shumë që ky është gabimi im, po shpirtërisht unë për vete, unë që flasim vjoca, e kam dashur me gjithë zemër dhe nuk mundesha pa të. Edhe ajo shkelten atë që më bënte mua. Pa ta iku shumë merë, vinte më merë të njën tjetër, me dhanë jetën time ka bërloj. Ka shty, jetën time ka bërloj. Ma vjen shumë keq, si edhe i dhe gjë këtu, tha stop, le të bëhet si të bëhet. Vetëm dua që ajo njëri tiki nga unë, le të bëj çfarë të doj, se nuk po e dojë do të më asë një lloj mënyre, nuk po e dojë, vetëm le të më rinte, le të më godiste, le të bënte, qofse s'pa rrugësinje, nuk lanje, nuk bën një punë, apo më kapte me tjetrën, thoshte ke të drejtë, unë kisha dhe prindër, kisha dhe vëlla, prindërit e tuaj, shko atje, kjo grua për mua nuk bën. Unë dua grua tjetë e saktë, si më shpi dhe për burr. Unë këtë grua e kam pasur me burr tjetër, mbani bën çfarë doni. Po mirë. Kishte të drejtë. Mirë, e kuptoj. Ka ndodhur e kundërta, e ke kapur ti atë me shumë gra të tjera që ka tradhuar. Po familjarët e vet nuk i kanë folur, vëllezër, motra, çfarë ka? I kanë, nuk e di çfarë i kanë folur, çfarë si kanë folur, kanë thënë që kemi folur. Po se sa i kanë folur dhe se sa i kanë bërë, nuk e di. Se kurse dëgjon tjetër në sy, se të tjerë të thonë në sy, të tjerë thonë më bakave. Po aktualisht ai vjen në shtëpi, jeton me ty apo ka ikur nga shtëpia? Jo, shikoj. E kam përzër nga shtëpia para 2 vjetësh, e kam mbajtur larg. Shtëpisë. Është lutur fëmijëve të vi të bashkohen, kanë ndryshuar, kanë bërë një tjetër, kemi një mbesë këtë vogël dhe nga ajo arsye tash të vinë shikojmë mbesën, se dhe unë jam nuk jam kafsh. Po, e qartë. Shikojmë mbesën. Edhe me farë mënyrë thash ti lëm gjërat tash, në gjëra ndetash dhe të vazhdojmë këtu e këte. Po. Kështu ishte ideja ime. E futa më shtëpi me të lutur me njërin tjetër, mbua se ishte gabimi, dhe është gabimi, për veten time flas. E futa më shtëpi. Natën e parë kur ka ardhur në shtëpi, e kam dëgjuar live në telefon. I kam thënë mbyllë live-in, se këtu jemi në shtëpi me familje, nuk dua të dëgjoj live. Nuk më mbajti vesh. E fiku një herë, e ndezi gjendë. Ditën e 5 e kam kapur me mesazhe në Instagram, që kështë vajtë me i grua këtu, në Athinë, që e tu e patur në shtëpi. Po ka ish do zhuan që nga kë burri jot? Po, e kam përzën nga shtëpia, i kam thënë, i beqarduash, ver darjen dhe atër e beqarduash. Ndarje nuk ta ja, po unë grua ti të do gjej dhe të shikosh ti sa po kur do jetë. Po tjetër ti jo, se po më e ti të punë duvrans. Këto i ka këshu. Domethënë ty nuk të lë të vazhdosh jetën. Unë do bëj çfarë të dua, thot ai, kurse ti jo, do rishe vetme. Po, nëse nuk më beson mua, merr fëmijët e mi, merr këtë duash ti, motat e mia, të gjithë. Që ajo ka thënë që unë po mori grua ime burtit, unë do ta vras. E ke denoncuar në polici? Vojsava, e ke denoncuar në polici për këto kërcënime? E kam denoncuar në polici, ku kam qenë lamia, se kam ngritur së pa ndaj meje. Se unë, kur kam qenë lamia, kam punuar me një plak, bashkë me gocën time, 1 orë. Vijet e një plak, e lanje është planje, 1 orë. Edhe për 1 orë, i të 150 euro. E qartë. Ku vinë unë, ku vinë e goca. E bënim shumë e radhë.
Edhe u zumë më një radhe neve dhe i thashën atja, dhe i thash filan vend. Edhe qëllovi që më prish telefoni mua, kështë telefon më prish, edhe më ato lekët që më i kështë dhënë plaka, i kështë futur një çantë, edhe i kështë harruar për moment, i kështë shumë gjëra në kokë, sherë shamata dhe i kështë harruar. Edhe vetë një radhe me burrin në Lamia në qytet, i thash do blej një telefon, thash të se nuk u bën. Thash se më dha plaka 50 euro. Ky nuk e besovi atë gjë dhe merr së paktën thotë ke vajtë me çunë plakës ti dhe mori së paktën më vriste. Uaj, të mes. Qëlluan ishte fëmijë, po ishte fëmijë aty edhe mbajtë fëmijë. Mos kishte fëmijë me atë nxehtësi që kishte edhe mund të kishte vargje atëre. E kam marrë unë si person, e kam marrë me fëmijët e mi, e kam çuar te plaka, e kam thënë pyet e plakën kush i dha lekët. Dhe si kam marrë të lekë, i tha ajo, lekët ta nusa jota dhe i kam marrë me punë dhe jo ashtu. Aty në sy të plakës qeshte. Ka qenë dhe xhelos i madh ndaj teje. Po plaka nuk kishte, plaka ishte vetë kishte një plak. Çunë ne kishte apo kishte të martuar të ndarë të goxhida, ai uana s'kishte asnjë lloj interesi me çunën e saj. Asnjë lloj. Edhe e mora plaka, e çova te plaka, më tha plaka kështu, iku për momentin e tha me plakën qeshje aty brasha katha. Edhe sot i kësaj tuti e mballa pingoj që ti vajte me çunën e plakës, të dha 50 euro ajo. Po ti e denoncove në polici? E denoncove në polici çfarë ndodhi më pas? Asnjë gjë. Pastaj më vonë e denoncova, më tha policia që nëse ai nuk të godeta dhe nuk të vendorta dhe nuk e futim dot brenda. Po ai të ka dhunuar herë të tjera Vojsav? Shiko, për të rrahur, të them të vërtetën, nuk më ka rrahur. Si shrajnë gjithë burrat e botës, nuk më ka rrahur. Nuk është një vakt që unë nuk e bëj dot. Nuk e them dot gënjeshtë. Se më vret Zoti lart. Nuk më ka rrahur. Më ka rrahur me këto që më ka bërë, dhe mua më mjaftoi. Të kuptoj. E rrahur nuk është kjo. E rrahur. Thash, më mirë më rinte për arsye kështu, se sa më bënte këto. Unë këtë gjë nuk e kam dëruar, që kam qenë në gocë e vogël, edhe nuk e dëroj dot. Po mirë, kur keni qenë të qetë bashkë, ke folur me të që pse i bën këto, pse më tradhton, domethënë çfarë të mungon, çfarë i ke lënë ti atij diçka që i mungon atij që ai shkon me një grua tjetër. Ke folur si burri me gruan? Kam folur, më pëlqejnë gratë, kaq. Wow, ç'është më pëlqejnë gratë? Më pëlqejnë gratë. Kaq, kjo është përgjigjetia. S'ka asgjë tjetër. Bëj shaka, po nuk e kam atje. Shaka bëj. Ma kthejnë nga ana tjetër me tjetër, me tjetër. Gjë me vende që nuk po e drojnë dot më, nuk po e kap një dot asgjë kundi. Po kur e ke kapur mat me gruan tjetër, dhe aty ta kam mohuar? Mat e kam kapur vetëm atë natë atje. E kam sill vetëm për xhelozim, sa mua asgjë tjetër. Asoj që ta shohësh bëhet xheloze. Pra i ti mohon të gjitha? Po. Ndërkohë ai kërkon që të bashkohet, të qëndrojë me ty. Po, atë më thot, më tha dhe mbrën bashkohemi se është më mirë për fëmijët. Tash jo. Nuk do bashkohemi me ty, thash, sepse ke harbuar me shumë gratas, i ke marrë shumë gra në shtëpi, thash, edhe unë nuk dot. Qere Sandorini para se ta menjë këtu, la gruan tjetër atje dhe ka ardhur këtu. Edhe asaj gruan do të t'i bënte letra. Edhe unë e kam mbajtur në shtëpi, ai fliste me gruan tjetër prap që kishte atje dhe e kapa. Atje e disheri prap këtu. Në shtëpi, se e kapa me gruan tjetër që fliste që ande. Mua më tha, unë nuk kam gjë me tjetër ande, e kam lënë një tjetër. Kur ka ardhur këtu e kam kapur në telefon, edhe ka thënë e desha që t'i bëj letra. Për çfarë arsye t'i bënte letrat ai? Gruas tjetër. Kur të ka qenë që ke fëmijët e tu familjen tënde, për çfarë kërkon ti të bësh letra tjetër? I tha dhe çu, po i tha dhe çu, i tha dhe ëndri. Asnjë gjë. Për letra thjesht. I ka shumë normale ato që thotë, për letra do ta bëj. Ndej 8 muaj më. Por kur ai largohet nga shtëpia që ti e ke dëbuar disa herë nga shtëpia kur e ke kapur me gra të tjera, ku ka shkuar? Ku ka jetuar? Shumë kohë rinte në makinët, njërë këte, njërë ande, shumë hesh, në Shqipëri, rrugëve nga ama, punë e tia, nuk e di. Por njerëzit e ti, çfarë të thonë njerëzit e ti? Ashtë një fajt i ka hyrë, thonë, ti nuk ke ashtë një fajt. Më japin drejt në sytë, më pakave nuk i qërë, thonë, në sytë më japin drejt që ti ke drejt. Se sa të drejt ka mund, dhe sa shumë nuk e di. Po, që më ka bërë, këto më ka bërë. Po ju i pas edhe nga kjo një psikologjiko problem, ata nuk...
Ju i pas keni fëmijët e rritur, pra gocën e martuar, por ata çfarë i thon babaj? Se besoj flasin me babain, që pse ja bën nënës këto. I ka folur, i kanë bërë të shumë, sidomos goca që ka qenë e madhe nga çuni, i ka gjykuar, i ka bërë një tjetër mi dhe fajt mua nuk flinte me mua. Nuk flinte me mua, ajo është problemi tja, nuk flinte me mua. Se kur harbon me tjetër, unë nuk të fut do të robe. Nuk e futën robe, se ishte e njëjta gjë kur të harbon një unë dhe merr taj për ty, të më futën ma robe. Ja. Kjo është ideja ime, kjo jam. Një burë që harbon me tjetër, unë nuk mund të apu në robe. Kjo është problemi. Nuk mundet. A ju ka thënë fëmijëve që unë shkoj me të tjera se nëna nuk më pranon krevat? Po. Por ju si keni pasur marrëdhëniet në intimitet me njëri tjetrin? Shiko, thash, në fillim kam qenë mirë, po që ku dëgjonja llafe këte, sikur largua me një ditë, se dëgjonja dhe shumë llafe. Kudo që fliste, kudo që vinin, më ulte si grua, për shembull, më ulte si grua. Kaloni për shembull bashkë në makinë, mbase nuk ka qenë gjë kjo, po unë për vetën e mua shumë pa marr. Je lënduar nga veprimet e tij. Po, që ajo është kështu, ti nuk di, ti kështu, edhe nga ajo gjë ka nikur janë larguar çdo gjë që kanë patur, janë larguar çika me kalimin e kohës, u larguan gjitha. Pe llafeve të tia, pe ofendimeve të tia, dhe shumë gjëra. Edhe e mba një arsye fëmijëve se ishin të vegjël akoma. U rritë fëmijët, a mos kush e di, i le ato dhe rritë që më shumë, mbase ndryshon, mbase pa, nuk ndryshoj. Ajo u bën më keq edhe më mirë nuk u bën. Kjo është një situatë vërtet e rëndë, sepse dhe fëmijët lëndohen që shikojnë ty në atë gjendje, babain e tyre në atë gjendje. Po, jam sëmurur shumë për atë punë. Kam letra që jam e sëmurur për atë punë. Se më ka hyrë. Apo si se bëhem e fort të përqanë, bëhem e fort, po shpirtërisht jam shpirtërisht. Vojsava, ti më thej që e kam dashuruar, vazhdon ta duash? Ja, nuk më ka lënë rrugë që ta dashuroj më. Për çfarë ta dua? Për çfarë ta dashuroj? Nuk kam pse. Kur më tregon tjetri përpara syve dhe hiç gjë mos e kishte, flasi. Ti ta kishte edhe një shoqe. Me atë që më ka bërë, unë nuk e besoj dot se ai e bëri Kastilje për të bërë xheloze. Dhe u bëra xheloze. Ajo që fundihet mirë pa të që bëri. Po si ndihem mua, ajo nuk e di. Po ju, Vojsavi, keni fëmijët burra, ç'është kjo tani? Ai ta bëri ty për xhelozi, ti për xhelozi, këto nuk kanë kuptim se ju fëmijët i keni burra, ti vajzën e ketë martuar. Po. Ato nuk i mendovin, fare nuk i mendon. Po fëmijët çfarë të kanë thënë? Çfarë më thonë fëmijët, shiko merr ndarjen, vazhdo jetën tënde. Këmë të më thonë fëmijë, po ujë ndime nuk e vazhdo dot, sepse nuk kemi neve nga ajo krizë që lëm një burë ma një burë. Unë me atë burë mora, edhe që ku mos marrë tjetër, do rime fëmijët e mi, o unë atë gjë që marrë burë tjetër, nuk e bëj dot. Nuk ma lejon ligje, nuk e kam një gjatë, atë gjë, nuk e bëj dot. Jo, nuk ka lidhje ligje këtu, në qoftë se ti, sa vjeç je ti, Vojsav? Unë 43. 43. Je re, jemi thuajse bashkëmoshatare të dyja, por kjo do të thotë që nëse ti do ndahesh me të mund ta vazhdosh jetën. Se ti që nge 43, ai 47 që ngeni të rinj, edhe pse fëmijët i keni të rritur. Po, e martuar të vegjël faktikisht, unë martova 19 vjeçe. Edhe u rritë fëmijët, i bëra fëmijët shpejt, u rritën dhe jemi në këtë gjendje. Po që fëmijët i kam vetë, fëmijët janë me mua. Po. Nuk janë të plus, unë nuk i kam larguar fëmijët e tia, nga veprimet që ka bërë jati janë larguar vetë fëmijët. Se kanë gjykuar shumë herë, shumë herë. Unë të kësha arritur në gjykon të fëmija aq shumë mua, unë do i kësha bërë vetë dhe kësha mu, nuk parnoj asnjë në gjykon. Po si reagon ai kur fëmijët i flasin, i bërtasin? Asnjë gjë. Mami ka fal shre me mua dhe kaq, aty mbaron historia. Dhe thot tira vërdallë, pas ande këtë. Ata që i koptisën atje. Vojsav, ju keni 23 vite të martuar. Sa vite keti që nuk fle më me atë?
kam qenë në Lamia, do të tregoj, kemi patur një kompjuter. E di, nga ato i policistik, si e thonë. Po. Ashtu. Edhe ai lonte ditë natë kompjuter atje. I ishte i gjitur atje në kompjuter dhe nuk donte asnjë lloj gjëje. Edhe unë tash, mbas e kam patur fare. Se po ta pyesja do ta thotë, pas e kam patur fare. Lonte ditë natë. I pata thënë, lere kompjuterin dhe hajde shtrym si njëri, rrinte me ne të tëra dhe nuk vinte robet. Edhe unë i pata thënë, hajde më robet, se kështu. Nuk vi unë, frigjum. Pastaj unë nga ajo që kishe, pse bën ajo gjë dhe unë nuk do të them ato, edhe ai bënte të kundërtën. Nuk thoshte që kam gabim unë që bën atë gjë, po thoshte nuk flet me mua. Donte vetëm momentin e dur, nuk donte ajo që ai thoshte, donte vetëm momentin e dur. Në moment pastaj që ai donte atë gjë dhe unë vinte i natë, pse ma bën atë gjë dhe unë nuk e bëj. E kështu që kanë ardhur probleme. Nuk e di a është saktë kjo që tham unë. Të kuptoj. Do me thënë një s'keni patur prej vitesh intimitet bashkë me njëri tjetrin, prej vitesh. Këto 3-4 vjet në fundit ka qenë që nuk kemi fletur aq bashkë. Drejt më thënë se më është larguar. Jam larguar. E kam përzorur nga shtëpia, po. Kur ndodhi kjo gjë që e përzore për të fundit nga shtëpia? Para sa kohësh? Në fundit nga shtëpia ka qenë, nuk e mbaj më datën, po kur kam patur ditëlindjen e çuput me një shkurt, nuk ka qenë në shtëpi. Ka qenë 2-3 ditë shafati që kam përzorur nga shtëpia. Për me një shkurt që pata ditëlindjen e gocës. Po çfarë ndodhi atë ditë? Çfarë ndodhi atë ditë që e dëbove? Atë ditë ndodhi, ajo natë ka qenë kam ardhur nga puna, edhe tash me punë jam nuk arrita. Kam ardhur nga puna dhe flinte gjumë. Kur flinte gjumë, ishte me live hapur. Edhe unë, hyra nga dhoma më kanë pas që ishte telefoni hapur në live dhe e kapa telefonin. Edhe nuk pas gjë atje, drejt me thënë në live nuk pas gjë. Hyra nga Instagrami, atje pas mesazhe e një gocë këtu. Se kishte edhe emër ajo, po është falso ajo emri, nuk ekziston. Unë të dua, unë e kam mendjet e ty. I shkruante burri juaj? Po, burri im, kësaja dhe ajo këtia, me fotografi të gjitha, edhe ditën e para 2 ditësh ishin pikur të dy ata, po unë nuk mora gjërish. Unë isha në punë dhe ishte pikur me to. Ishte takuar. Unë e mora vesh mbas 2 ditësh këtë gjë, që ishin pikur. Edhe çatë ditë që e mora vesh edhe gjë më sot, nuk e kam në shtëpi, e kam përzarë. Por në momenti që i kape mesazhet dhe e zjove nga gjumi dhe ja tregove, çfarë të tha? Si të justifikua këtëherë? Nuk e di, s'kam gjë me të. Nuk kam gjë me të, nuk kam folur me të, nuk e di. Duke qenë që e dëgjova edhe çuni, plus që ishte mesazhe të shkruara po e dëgjuar me zë. Me zë dhe me fotografi tjetra, ja pse të mua. I thash ja ku i ke mesazhet, thash shikomi. Ja ku jam. Nuk e di, nuk kam gjë me të, nuk jam pikur. Nuk e di. Këtë justifikim ka, nuk e di. Kur duke qenë që unë e dëgjoj një gjë, mesazhen e dëgjoj, mesazhet i shoh. Nuk mund më thuash mua ti nuk kam gjë. Se nuk e pash vetëm mua, e pa dhe çuni, e pa dhe dhëndri, e pa dhe çupa. Edhe çat natë kam përzën nga shtëpia. Kur i the dil nga shtëpia, çfarë të tha? Doli përdor me zor, doli se nuk do të dikte, po me justifikime që unë nuk kam gjë me të. Nuk kam gjë me të. Po fëmijët ishin dakord që ta dëbojë babain e tyre nga shtëpia? Po, dhe çuni i tha, më ke mashtruar shumë herë, tha, i ka thënë çuni që të bashkoj me mamin, çuni pa t'i thënë, pa t'i pyetur mami çfarë do bësh me babin. I pa të thënë nuk e di. Nuk e falton për këtë që më ka bërë, nuk e di. Megjithatë ja mbushin mendje çunit, më tha edhe një herë të fundit çuni, mami çfarë do bësh me babin? Tash ashtu do ta futesh për hir jush, për hir çupës tash të vogël. Dhe ty sa shikoj këtu e këtë jetë, tash ikën ato të tjera tani. Nuk po më interesoj. Shikoj këtu e këtë. Këtu e këtë as 10 ditë nuk shtyua ajo gjë që e ka pa prap. Ndërkohë ti i kërkon divorcin dhe ai thotë që s'ta jap. Po, dhe më tha dhe mbram nuk ta jap. Atëherë nëse ti i ke dhënë fund kësaj martese, duhet të drejtohesh ti e para gjykatës. E kam thënë që mbram. Kërkon ndarjen. Pra, ky është mesazhi që i kërkon babait fëmijëve, që
Ti japi divorcin dhe ti të vazhdosh jetën tënde. Po. E dashur Vojsava, më vjen shumë keq nga kjo histori që më tregove ditën e sotme. Po. Ishte shumë mirë ti tregonje nga afër, po Jemi larg. që nuk do jemi larg. Jemi larg. Ti jeton në Greqi, unë jam në Tiranë, prandaj jemi te ky live im për të folur dhe për të diskutuar. Ne dëgjuam historinë e Vojsavës, por unë dua që në këtë live të ftoj edhe Ilmiun, bashkëshortin e saj, ai u akuzua nga bashkëshortja dhe padyshim do të kem dhe zërin e Ilmiut për të dëgjuar dhe versionin e tij, ndaj e ftoj në këtë live. Përshëndetje. Si jeni ju? Mirë. Unë jam Modeta Dume, besoj më njihni. Po. Unë të mora sepse kam folur me bashkëshorten tuaj me Vojsavën dhe më ka treguar për problemet që ju keni. Po. Ja më thuaj, çfarë probleme ka? Ajo kërkon divorcin dhe ju nuk ja jepni. Po pse unë divorcin në xhep e kam? Po s'ka ja blet, le të bëj kërkesa dhe ta marr. Çfarë ka? Por çfarë ka ndodhur mes teje dhe asaj? Pse jeni ndarë ju? Ne kemi 2 vite që nuk jetojmë bashkë. Lirim, ajo më tregoi që ju e keni tradhtuar shumë herë me gra të tjera dhe ky ka qenë shkaku i ndarjes. Jo, nuk ka qenë ky shkaku i ndarjes. Kush është shkaku i ndarjes sipas jush? Shkaku i ndarjes kanë qenë zonka të vogla edhe nuk ta them dot, domethënë arsyet se kanë qenë shumë për çështje intime, edhe e lash. Kur nuk gjenjen grotë si ati, e lash. Dhe ja kam thënë, jo vetëm asaj, po dhe fëmijëve të hapur që unë do iki, do marr tjetër. Nuk e kam tratuar, kam ikur, kam marr tjetër. Po. Ti aktualisht je me ndonjë grua tjetër? Po. Ajo në fakt më tregoi që për shkak se ai më ka tradhtuar, ne nuk kemi patur intimitet dhe nuk kemi fletur më bashkë. Dhe ma deklaroi dhe mua që ju kur jeni larguar i keni thënë fëmijëve që nëna nuk më qas në shtrat, prandaj Po, shumë e vërtet. Sepse Vojsava thotë që ai nuk vjen të më japi divorcin dhe ti i ke thënë që nuk ta jap divorcin. Le ta marrë, le të firmosi vetë. Vojsava, Lirimi po më thotë që është e lirë ta marrë divorcin, unë nuk ja pengoj divorcin. Po, bravo më thej që nuk ta jap divorcin. Unë nuk të firmos më shumë, çfarë ke me mua ti, merret të vonohesh një seancë, do ta marrësh pas nesër. Po, ai je me grua tjetër ti aktualisht. Lirim, a je me grua tjetër aktualisht? Unë e kam thënë të hapur që njëri tjetër unë mund të rri për arsye si mund të thonë më për nga që nuk mundem dot. Unë atë kam dashur dhe nuk do dua njëri tjetër sa kjo, kaq kisha. Dhe të bëni çfarë doni. Por ti më the pak më parë që unë jetoj me një grua tjetër, pra ti ke një grua tjetër apo je vetëm? E di se puna, am limirat. Unë për vetë time ja kam thonë në sytë, ja u them dhe juve dhe e them dhe ku të doni juve. Unë bashkëshort tjetër që ti afrohet asaj nuk e lë. Edhe nuk lë dhe tjetër që ta marrë. Do vras vetëm, do t'i vras bashkë, do vritë që të thre dhe kaq. Kjo është historia time. Unë nuk kam dashur. Po jo, Lirim, nuk mund të flasësh kështu. Jemi te live me Odetën dhe ti duhet të jesh pak i kujdesshëm me kërcënimet. Tani, ti nuk mund të kërcënosh në këtë lloj forme. E dashur Vojsava, ai po thotë që unë e dua dhe nuk e kam tradhtuar asnjëherë. Nuk e ka tradhtuar asnjëherë? Po. Kështu thotë. Pa të gruan që se parti e mbrëma çare kishte. Një sekond, se unë të kam thënë në shtëpi të hapur, që në qoftë se ti nuk fle me mua do hiki do marr tjetër. Ja kam thënë apo jo? Ma thuaj, fol tros, fol njëra. Mos gënjej një herë mori drejt, fol ato që kam thënë, ato që duhet të nuk lëvërtim. Nuk të gënjej, unë ja thash fiksa se. Nuk të gënjej. Unë kam thënë apo jo? Si kanë qenë arsye që ju kemi ardhur këtu? Si kanë qenë arsye? Sepse më ka trajtuar shumë herë. Ta tregova dhe historinë më para, ka shumë vite ku kemi qenë në Selanik, në një fshat, i ka vajtur tjetës me 100 euro të shtëpia. Që atëre, klasin. Arsyet e tjera, dhe në Shqipëri që ka bërë, të natërnon që pa e ditur gjohun. Ato janë arsyet të thënë se shpar që ato nuk ka ta shumë gale. Problemet e mia qenë që i ka bërë në syte. I kam parë mesazhet, i kam diskutuar edhe me fëmijët, jemi zënë shumë herë për punë, i kam thënë mos fol me njëra, mos fol me tjetrën,
Edhe ka folur Shevazi shumë herë. Edhe kam kapur shumë herë. Dhe më ka bërë çdo gjë jo. Nga jam larguar. Ja kam thënë arsye që unë burri që më traton nuk mund të ta pranosh. Ja kam thënë do ndahemi, nuk pa t'i larg. Tot këto që do të vrap. Po gjoni dhe vetë, unë s'po e mohoj. Olirim, por edhe tradhtia më Olirim nuk falet. 1 herë, 2 herë, 4 herë, edhe ke lënduar nënën e fëmijëve të tu. Nuk e kam tradhtuar, llafose Sara. Jo, nuk e kam tradhtuar. Si s'm ke tradhtuar? Unë ato që kam bërë, ti kam thonë para se ti bëj. 1, e dyta, me që ti harrit ke deri këtu dhe unë kujtova që ke diçka nda me që ti nuk pas ke asnjë lloj ndjenje ndaj meje, rrugë të mbarë dhe vazhdo. Divorcin do ta bëj unë, ta jap fjalën unë. Që sot ta marr avokatin do ta nis unë. Ma mi kesh dhe për fëmijët, ju duhet të mendoni dhe për fëmijët, se nuk është e mirë kjo për Do të fëmijët. sill dhe buqet me lule ndasëm, do ta sill atë tjetër çfarë do. Këtë desha. Ndarje, në Buqetën, tjetër. ne ke dhe atë. Ik, vazhdo, çao. Do të shpenzimet janë të mia që të gjitha divorcet, siç kanë qenë në dasmë që në fillim me ty, ashtu do të heq dhe shpenzimet e ndarjes me ty. Po unë dua një test DNA nga djali, atë ta dua live këtu. Dhe do vetë unë emision tjetër nëse nuk e jep. Këtë kaq kishe. Ciao. Na i fëmijë ja, Ylirimi, sepse më ka thënë që ke me vëllain tënd. Ndaj telefon atë Kjo është e rëndë. Ta akuzoj që ti djalin me kë ke? Më ka akuzuar që djali nuk është i tij dhe e ka me vëllain tim. Me vllajin tënd? Po. Po çfarë janë këto o Vojsav? Po. Ma më vjen shumë keq isha aty prezent kur dëgjove babain tënd. I kam dëgjuar një jetë të tërë. Këto fjalë i ke dëgjuar një jetë të tërë? Po. Që kur i mbaj mend kur kam qenë i vogël dhe në sot. I pa ta thënë mos bëj kështu se është gabim, se ke një jetë me këtë grua, ne mirë nuk na vjen që bëm kështu, ai s'merr vesh. Çfarë duhet? Dhe unë dhe motra kemi folur. Dhe bilemi këtë muhabet që tha mamaja para 2 minutash, atë që djalin e kemi vëllain, ma ka thënë mua në syt kur isha 17 vjetë. E në fakt, problemet në të familje që nga shumë të mëdha. Në djeni janë edhe fëmijët, vajza dhe djali, të cilët duan të hyjnë në këtë live dhe të përballen me babain e tyre Ilmiun, i cili ka disa kohë që ka ikur nga shtëpia, kështu që ti kem të tre në këto momente. Lirim, qetësohu dhe të lutem, Ajo, i hangri kurrizi që ndojnë në YouTube, e nxjerr dhe unë, kam edhe unë faktet tjera për YouTube dhe i nxjerr dhe unë, po mos ketë meraka, mesazhet janë këtu që të gjitha. të lutem, qetësohu se janë dhe fëmijët këtu. Qetësohu se janë dhe fëmijët këtu dhe nuk është nevoja tani mesazhe. Tani, për hir të fëmijëve, do të tregosh pak i qytetëruar. Tani është shumë e rëndë, ajo që thuaj ti, djali prezent, ti thuaj djalit nuk e imi. Më e qytetëruar se kaq nuk ka ku të vej, më unë për vetë time ju jam lutur dhe kam dashur që nuk kam dashur që të ishte fëmijët e botës, thash të ishte fëmijët e mjet marr shtëpiet gjitha. Me që këta nuk duan që të gjithë, le të vazhdojnë atë. Olirim, po e ke pyetur ndonjëherë veten? Unë ato që kam për të nxjerr, do të nxjerr. Se kur nami të bëhet. Olirim, Me video me çka. Ndaj çfarë? Lajme çfarë thua ti me që i dashki fëmijët dhe të bashkohesh, pa më thua një çik këtu mua. Në për live. Që pse e le gruan ti? Se nuk flinte me mua, kaq. Gjërat e rëndësishme për mua. Ti të flinte atëherë me që s'flinte me ty. Pa më thua edhe këtë një çik mua se unë fona. Me tjetërën që jam platonë dëshirë më mirë, janë mesazhet këtu në Viber zonë. Dere ato mesazhet që janë në Viber. Çfarë thua ti në live? Çfarë thua ti në live? Asnjë gjë nuk kam thonë në live. Në live flas për fjalë të tjera. Nuk kam folur. Që ajo shkon me dhëndrin, kush i ka thënë? I kam thënë unë. Nuk kam thënë gjë unë të atilla. Në rregull, prandaj mos fut konflikte të hota. Kur nuk kam thënë. Jo, njerëzit i thonë, ata që të dëgjojnë në live, vinë ai thonë. Nuk dëgjoj këtu. Ato e sikur qoftë lart të ndoshta gjë, unë nuk jam aq budall sa të llafosja live. Vini jo thosha në shtëpi. Unë çdo gjë ju kam thënë të hapur.
Po, e ke thënë ti të hapur, po i ke bërë dhe të mbyllura pastaj. Pastaj pse gënjen? Unë se kam tradhtuar. Thuaj të vërtetën, e kam tradhtuar, kam bërë këtë, kam bërë këtë, kam bërë gabim, jam bërë pishman, jam lutur, kam ardhur në shtëpi, kam bërë prapë të njëjtat. Thuaj të vërtetën që nuk di çfarë do. Pse nuk thua? Të njëjtat. Po se s'ke bërë të njëjtat. A që ti ai person që të mori mami të futi në shtëpi, rrinje, bën një live të thoshte mos e bëj këtë gjë. Iku ajo. Kur ishe me Uzum se sa mos rrim TikTok, kaq. Unë nuk u futam TikTok, as njerëz, as ofendonje, as propozonje të emra. Nuk të përzuri ajo ty se bën një ti TikTok. Ajo të përzuri sepse të kapi me mesazhe që i kishe dërguar asaj tjetrës me Z, e të dërgonte edhe ajo. E vetë përzuri. Pastaj u mor vesh që ti kishe qenë me ta, se ja tregove vetë Nikos, burri tim para një dite se të kapte jo të shoqe. Apo nuk qe kështu se ndoshta gaboj unë. Qe kështu apo jo? Po, pjesa nuk ishin. Po që pa të folëm atë tjetrën, që folë telefonon të tueta mendje tër ditën dhe s'ka pateri duke qenë për shtëpinë time. Edhe ajo për sport ishte. Me kë kërkon të tallesh? Një jetë të tërë tallesh dhe tash do tallesh, akoma. Do na bësh budallej. Se s'po kupton. Vazhdo. Po çfarë vazhdoni? Jepet të shkretë ndarje dhe ikë merr, pastaj ju ku merr pes. Edhe mos del për para mamit, atë se ligji është kështu, kush do ndarje, fut një avokat dhe vazhdojnë proceset veta, dhe bëhet ndarja, tesh. E do sa më shpejt, ajo që të dalë sa më shpejt. Unë i jetë të punova për ju rrita, që më lama citi dhe në të kështu. Unë kini një gjë për me, vetëm Zoti do t'ja u marri hakën, pa merak. E një të një. Si çdo të marrish tjetër me vrap dhe ajo do të të marrë divorcin, se nuk është nevoja tjetë gruaja jote që sa herë nga shtëpetitës. Po, mirë, va. O Lirim, iku Lirimi. E më në fare. Ma bjen keqë, sinqerisht, sepse, okej, ai du ta kuptoj që po shkatron familjen e mbi gjitha ju të dy jeni të rritur. Ai nuk ka kuptuar një jetë të tërë, do kuptoj sot. Mirë, nuk duaj. Edhe ne kemi thënë gjithmonë që po u hap kjo histori, nuk ka mbarim. Nuk ka mbarim, se ju gjithmonë mendonte, po Milja, çfarë do bësh ti? Ishte mami, nuk ishte ne të vegjël, nuk punonte dhe kur pati punuar, sa pati mundësi, sepse kur ke 2 fëmijë të vegjël, në Greqi sa do punosh. Dhe ka punuar, dhe në fabrikët ka punuar me të, dhe pleve rinin në mbanin në makinët, me 40 gradë jashtë klinim në makinë që të punon mos rinin vetë në shtëpi. Ka punuar në shumë vende. Lekët nuk janë dukur kur, se ja i piktia si për shtëpi, si për njërë, si për tjetër. Edhe kjo gjithmonë thoshte unë shejun, unë bajun, ju me se thoshte fjalë kot, ju rrini si dema, juve ju shejun, njërën, tjetrën, që nuk i thoshte mamit, ti s'fle me mua, duke qenë që punonte me të ishin bashkë, vinin në ullim, punonin qëtë ditën, dhe në aksham dhe gjithë natën në shtëpi, por nuk fle me mua, me kë shkon. Duke qenë, të me thënë shumë fjallë të kota, ne i ktheshim, në thoshtë në juve s'ka që duhet juve, s'kini pun juve, kur të martojnë shikoni jetët tuaj, nuk hujnë pun juve, edhe i thoshim, rri mirë, sepse do iki. Do vi puna, do da marri mamin, do ikim, nuk e për nga parë më me sy. Pse ku do shkojnë? Qarë do bëni? Mamaja juaj do shkoj me pilanin për një paket cigare. Do me thënë, kërkonte ju nuk jeni të zotit punoni, njërën tjetër në fute e frikën gjëja që kur ne nuk mundemi të bëjmë asgjë. Po sa va, a i foli dhe me fëmijët, edhe vajza ja tha çfarë donte t'i thoshte babait, kështu që qetësou, a i ishte irrituar tani, nuk pranoj më të fliste, por tha që do t'ja jap divorcin. T'ja vetëm një këshill, me qetësi, mos i bëni gjërat që të shkojnë akoma më keq, se janë 2 fëmijë në mes dhe është gjuna Zoti, si për gocën dhe për djalin, që të përjetojnë vuajtjet e 2 prindërve. Ti ke të drejtat e tua t'i japësh fund kësaj martese, padyshim ka ardhur fundi për ty dhe ai do ta pranoj, s'ka ku shkoj. Faleminderit. Të falenderoj.
Vojsav, dhe të përshëndes nga Tirana. Mirupafshim. Mirë, kemi ardhur në fund edhe për këtë live të dashurmish, uroj që çifti të shkojë drejt divorcit, të divorcohet, sepse u duk qartë që ata i kanë dhënë fund gjithçkaje, por mbi të gjitha në fund të mbeten qytetarë dhe të jenë prind të denj për ata dy fëmijë. Mundhim shumë djali, kur dëgjoj live babajin, akuzën që bëri babai ndaj mamas se kishte ardhur jashtë martese dhe mbi të gjitha se kishte ndodhur brenda familjes. E rënd kjo akuzë, por urojmë të bëhet më e mira. Unë ju falenderoj dhe juve që e dëgjuat dhe qëndruat deri në fund të kësaj video. Mos nguroni të jepni opinionin tuaj dhe këtu lart të abonoheni në kanalin tim zyrtar Odeta Dume Mandro. Faleminderit që më ndoqët, mirupafshim.